Ai 30 ditë është ditën e diel, me 27 prill. Apo nëse e shohim me ditë kalendarike, një pas një mund t'jetë edhe nesër. Me disa herradhazi, 4 herradhazi, 57 vota janë për kryetaren e kuvendit, apo propozimin ton për kryetare të kuvendit, zonja Alburina Haxhiu. Në asnjë rast, ose në asnjë instancë, në votimet në kuvend, në gjitha legislaturat e deri tashme, vota për nuk është vot bllokuese. Vota kundër është ajo që e bllokon një proces, ose abstenimi, ose mos marrja pjesë në fare në procesin e votimit, siç po e shohim këtu në kuvend. Do të thotë ne në asnjë moment nuk jemi për të bllokuar formimin e institucioneve, formimin e organeve të kuvendit, e natyrisht edhe fillimin e rrjedhjes së afateve. Në raport me afatet, më lejoni të vë në vëmendje të gjithëve, që gjithashtu është e parapar edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, se 30 ditë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor, është e parapar që të konstituohet kuvendi. Ai 30 ditë është ditën e diel, me 27 prill. Apo nëse e shohim me ditë kalendarike, një pas një mund t'jetë edhe nesër. Do të thotë se marsi ka pasur 31 ditë, prandaj kjo situatë nuk është se mundet të shkojë tërësisht në pafundësi, mund të sjellë në një rrethon krejtësisht tjetër, ku diskutimi i përbashkët me subjektet politike po afrohet gradualisht një datë tjetër e zgjedhjeve.